Përshëndetje shikues dhe lexues të Telegrafit. Sot gjendemi në Babaj të Bogës në Gjakovë. Këto ku FSK-ja po kryen ushtrimin ushtarak Ujë Kushigjet. Në terrenet e hapura malore, pjesëtarët e FSK-s po realizojnë skenar të avancuar luftarak, duke simuluar mënyra se si identifikohet dhe neutralizohet armiku në një luftim fushor. Njësitë e FSK-s demonstruan aftësinë e tyre për koordinim të lartë ndërmjet forcave toksore dhe këmbësore, me manovrime taktike, pozicionime strategjike dhe mbështetje zjartare për të përballuar kundërshtarin. Pamjet tregojnë për fshirjen e mjeteve të blinduara dhe përdorimin e tymit maskues për avancim, ndërsa trupat këmbësore veprojnë në harmoni për të siguruar çdo sektor të terrenit. Ujë Kushigjet synon testimin e gatishmërisë operacionale të njësive të FSK-s dhe forcimin e aftësive për veprim të përbashkët në operacione mbrojtëse e sulmuese. Kjo ishte e tëra sa i përket këtij ushtrimi fushor ushtarak të FSK-s, ndërsa ju shikues dhe lexues të Telegrafit mund të na kontaktoni edhe në lokale telegrafi.com.